Shën Valentin në Milano. Zakonisht jam unë ajo që organizoj udhëtimet, po këtë herë ishte me vërtet surprizë dhe e kam marrë vesh vetëm një ditë para. Rruga na zgjati më shumë se 7 tetor, por në fund javë leti sepse hoteli ishte një mrekulli. I bëra një dush anjës dhe pasi e vendosa në gjumë, vendosa që të bëj edhe një dush për vete dhe të qetësohemi, sepse të nesërme na priste një ditë e gjatë. Hotelin e kishim me mëngjes të përfshirë dhe pasi mbaruam mëngjesin, filluam që të bëhemi gati. Anja u vesh kështu bukur, kurse unë vendosa që të vesh këtë outfitin. Më në fund jemi gati që të eksplorojmë vendin dhe normal e nisëm nga Duomo e famshme. Ishte me vërtet shumë e bukur. Çdo gjë, çdo detaj i arkitekturës ishte super i bukur. Normal nuk mund të rinim pa provuar edhe ushqimin që ishte çdo gjë fantastike, pasta, pizza, gelato dhe çdo gjë tjetër që provuam. Dhe pasditja u mbyll duke pirë një koktejl me këtë pamjen këtu.